Grupi i parë të burgosurve nga Danimarka pritet të arrijë në Kosovë pas 2 vitesh. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, thotë se ata priten të vendosen në burgun e qytetit të Gjilanit në prill të 2027-s. Ky transferim është pjesë e një marrëveshje 10 vjeçare mes Kosovës dhe Danimarkës, e cila parashesh shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan për dërgimin e 300 të burgosurve nga shteti danez. Në këmbim, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro. Kuvendi i Kosovës e ratifikoi marrëveshjen më 23 maj 2024, 2 vjet pasi ajo ishte nënshkruar. Drejtori i SHKK-s, Dibrani, thekson se sipas marrëveshjes, Kosova duhet të përmbushë standardet daneze, si në aspektin e infrastrukturës, ashtu dhe në trajtimin e stafit konkurrues. Megjithatë, procesi i rinovimit ende nuk ka nisur. Ne si Kosovë mund ta shpallim tenderin që sot, por kemi kërkesa të reja nga pala daneze. Premtimet e tyre janë deri diku në fund të qershorit të na dërgojnë kërkesat përfundimtare dhe ne më pas do të hapim tenderin gjatë muajit korrik, ka thënë Dibrani. Tenderi pritet të përfshirë rinovimin e qelive ekzituese dhe punëtorive, krijimin e hapësirave të reja për vizitorët, si dhe trajnimin e stafit për të përmbushur standardet europiane. Muajin e ardhshëm 20 oficer konkurrues kosovar do të udhëtojnë drejt Danimarkës për të ndjekur trajnim bazik dhe punë praktike në institucionet daneze. Aktualisht, burgu i Gjilanit shërben si një qendër paraburgimi për më shumë se 200 persona nga Kosova, pasi të përfundojnë rinovimet. Në këto institucion do të vendosen të burgosur me qëllim të ekzekutimit të dëmtimeve daneze. Për këtë duhet të ndërtohet punëtori të reja për të siguruar punësim për të burgosurit që do të vinë, ka sqaruar Dibrani. Sipas marrëveshjes, personat që do transferohen nuk do të jenë shtetas së Danimarkës. Danimarka është zotuar se nuk do të zgjidhë të burgosur me rrezikshmëri të lartë. Ata nuk do të jenë të dënuar për krime lufte, terrorizëm apo persona me rregullime të rënda mendore. Nga Ministria e Drejtësisë të Danimarkës nuk u janë përgjigjur pyetjeve lidhur me fillimin e përdorimit të qelive. Më herët kjo ministri kishte deklaruar për relin se të burgosurit, të cilët do të dërgohen në burgun e Gjilanit, janë persona të dënuar me dëbim nga Danimarka.